Jemi zgjuar relativisht herët për të bërë një xhirim për top storyn që gjithmonë e kërkon impenjimin maksimal. E bukur është impenjimi maksimal, ndërkohë erdha për një break të vogël me miqtë e mi, se nuk i kam vetëm bashkëpunëtor, dhe dua të bëj një komunikim që vlen shumë sa i përket kësaj që unë do ta quaj histeri kolektive mbi ata që duan të bëjnë foto selfie dhe të nxjerrin librat ke Panajiri, sigur janë tezga jo stenda, sigur janë kopertina jo mendime. Nuk dëgjoj asnjëherë pas Panajirit, dhe këtë e kam reagim prej vitesh, përveç se bleva dhe i kanë kështu 3, 4, 5, 6 të vendosur me çanta kartoni, a thua se është pazari i shumicës. Dhe sa më shumë blejnë libra, aq më intelektual bëhen. Disa njerëz përfshi këtu të sërës lart, ulët edhe çfarë doni. E them gjithën këtë me një lloj nervi, për shkak se sa më tepër jeni në komunikimin publik, aq më shumë kupton që ka mbaruar verbi, metafora, stili, epiteti, bukuria kur flasin njerëzit, çka kupton qartazi që ka mbaruar dëshira për të lexuar ose koha për të lexuar. Dhe kur marrin librat dhe duan të tregojnë që janë lexues të mëdhenj, sidomos ata që përfaqësojnë një lloj hierarkie në këtë vend, dhe mos vazhdoni thoni politikan ose ndonjë gjë tjetër, se kam vetëm me ata, e kam me këdo në fakt. Nuk dëgjoj asnjëherë thon, lexova këtë, më mbeti kjo në mendje, e ka thënë kështu autori, referohu këtij autori, dhe është thënë dhe aty, e është një reagim shpirtëror edhe shoqëror që e kam për këdo që shkon në Panajirin e librit vetëm për të certifikuar që hypën shkallët, zbret shkallët, del ke tendat dhe duket sikur është një lexues i madh. Unë nuk kam pasur mundësi të shkoj në Panajirin e librit, por nuk do të thotë që nuk blihen libra, dhe kam edhe një problem tjetër. Dakord breziri, dakord rinia, dakord njerëzit që janë me të ardhurat pakta që duan ta marrin librin në Panajir se kushton më pak. Çfarë ndodh gjatë gjithë vitit me ata që duhet shkojnë ta blejnë librin se nuk kushton aq shumë në fundore, ndërkohë që kjo shoqëri turret drejt luksit, nuk mundet më që të durojmë mediokritetin e tipit marca libra për t'i vendosur në bufe se janë më të bukura se sa suveniret e tjera. Nuk është libri suvenir. Libri është mendim, është mendësi, është investim. Unë nisa nga 2 vepra të cilat njërën profesor Fuga me shumë kujdes më nisi dhe ma solli në zyrë me post ashtu siç bën një sui generis, një intelektuali kalibrit tij, kur boton diçka dhe do ta ndaj si mendim, nuk do ta ndaj si blerje dhe si shitje. Ka marrë dhe çmimin e librit të vitit në Mos Gabohem, dhe po ashtu lexova, nisa të lexoj, nuk i kam mbaruar të dyja. Ndëshkimi i dytë i Evës, që është vepra e profesor Fugës, ka 100.000 arsye për të lexuar, jo 100.000. Metafora aty brenda e gjarprit që nis në vetë të parë, si ai gjarpri, unë gjarpri, i cili njëherë përkthehet si mëkatari, njëherë si vëzhguesi, njëherë si tentacioni, njëherë ti solidarizohesh me gjarprin, por ndërkohë ky gjarpri është me një bisht të gjatë që vijon gjatë në historinë e shqiptarëve, në atë të servilizmit të administratës, në atë të mënyrës se si ngrihen njerëzit në karrierë, në atë se si ai gjendet në një familje të vogël, të bukur me një shtëpi private në të cilën është dyndur gjithë pushteti ta privatizojë për ndërtim dhe çfarë ndodh me urbanizimin. Është një fabulë e cila përshkruan në mënyrë letrare dhe filozofike të gjithë metaforën e asaj që është 30 ca vite jo tranzicion, por mënyrë se si e shohim ne rindërtimin e Shqipërisë, kryeqytetit dhe gjithçka e tjetër. Nuk e kam mbaruar, do vijoj për të kuptuar deri në fund se si e ka përvijuar të gjithën profesor Fuga.
Ndëshkimi i dytë i Evës vlen totalisht sepse ka një qasje të jashtëzakonshme të asaj që quhet diversitet midis burrit dhe gruas, edhe komplementaritet mes burrit dhe gruas, po dëgjoni pafund çështjen barazi gjinore. Nuk ka barazi, ka barazi mundësish, do ta them këtë si e djathtë. Mundësitë nga ana tjetër nuk janë të barabarta dhe në sportet e rënda njësoj për gratë dhe për burrat, se nuk ka sens biologjik, fiziologjik kjo ngjarje, po ka shumë për të thënë aty. Ju lexojeni nga ndëshkimi i dytë i Evës. Kam nisur për shefin tim, ishte dje, dhe është një, ju do shikoni një palos, nuk librat le të jenë çik përdorur, më pëlqen kur ndjehet që janë të përdorur. Jamesi është shumë kush mund thoshte që është një libër për adoleshent, por në fakt është një libër për të gjithë, sepse adoleshent jemi përjetësisht. Unë jam njerë. Kur do thotë që është pjekur, në fakt nuk bën gjë tjetër përveç se bën sigurisht serioz. Këtu ka një teknik komunikimi që është sot bën xhiron e botës ajo trajnimi i tipit me mekanizma thuaj tjetrit atë që të bën mirë ty, jo atë që i bën mirë tjetrit. Trajton çështjet e mëdha të kohës së vet. Është një vazhdim i aventurave të Huckleberry. Haku këtu është në udhtim me një sklav i cili ka vetëm nënën zezake dhe tjatin me sa duket të bardh, nuk është i zi, dhe tregon se si ky sklavi është më i mençuri se të gjithë, sepse duhet dhe i do nevoja të mbijetoj. Dhe se si ata kanë ndërtuar një shkollë për asklevrit mes tyre, dhe ky është leksioni i radhës. Se si kanë ndërtuar një shkollë në të cilën megjithëse din të flasin në gjuhë letrare, ata duhet që të mësojnë të flasin në gjuhë rruge, se nëse i dëgjoni bardhi që flasin me gjuhë letrare dhe ata janë ngritur në pozicion intelektual, një e keqe do të vi. Dhe nuk janë duke mësuar gjuhën e mirë. Shkojnë në shkolla me njëri tjetrin dhe përçojnë se si të flasin gjuhën e rrugës në mënyrë që mos të ngren asnjë antenë që dikush është duke kuptuar që atje po ndodh evoluimi, progresi, etj. Pse? Sepse kjo i vendos në rrezik. Historia është e njëjta, përsëritet gjithmonë. Kanë qenë aty fabulat me vlerë dhe mendimtarë të cilët kanë folur për probleme që na duket sikur i ka shpikur koha jonë. Nuk i ka shpikur koha jonë. Lexoni letërsinë e mirë dhe do gjendeni siç gjej unë veten tek veprat që më pëlqejnë mua, tek veprat që ju pëlqejnë juve. Merreni, shpjetojeni një libër qoftë diagonal dhe pastaj zgjidheni për ta lexuar dhe ju lutem mos më me këtë fake society në të cilin të gjithë shkojnë dhe thonë bleva librin, a e lexove librin, çfarë more nga ajo, cila është bota shpirtërore e atij autorit që e ke përthithur, e ke vlerësuar dhe nuk e ke vendosur si kopertinë nëpër raftet e ca fotove, të cilat në fund të ditës janë njësoj si gjithë tjerët, boju ndryshëm. Kaq kisha.